Një vulkan është një nga veçoritë më të fuqishme dhe mahnitëse të natyrës. Por nën këtë sipërfaqe të qetë, një gjigant i fjetur po fillon të zgjohet. Dridhjet lehta tregojnë për energjinë e madhe që po grumbullohet thellë nën tokë. Heshtja paqësore thyet nga një gërvim e butë dhe ugurzez. Sheku i gjumi mund të fshehin trazirat gjeologjike poshtë. Për të kuptuar çfarë po ndodh, duhet shohim brenda. Shkëmbi i shkrir ose magma grumbullohet në një rezervuar të martë nën toksor. Kjo magmë ngjitet lart përmes një kanali qendror dhe daljeve dytësore. Daljet anësore lejojnë që presioni të dalë nga anët e malit. Gjatë mijëvjeçarëve shpërthimet të njëpasnjëshme krijojnë shtresa hiri dhe lave, ndërsa më shumë magmë hin në dhomë, presioni arrin pikën e thyrjes. Shkëmbi i ngurtë sipër nuk mund ta përmbajë më forcën që vjen nga poshtë. Gazrat e bllokuara në magmë zgjerohen me shpejtësi ndërsa ngjiten lart. Nxehtësia dhe presioni krijojnë një mjedis të paqëndrueshëm. Kanali shtrërohet në një tub me presion të lartë për shkëmbinë e shkrir. Vetë forma e malit ndryshon ndërsa presioni brendshëm rritet. I gjithë mali fillon deformohet në këtë tension. Pastaj shpërthimi fillon me një çlirim të dhunshëm të energjisë. Hiri dhe shkëmbinj hidhen me forcë milje të tëra në atmosferë. Fërkimi brenda rresës së hirit gjeneron rufe të fuqishme vulkanike. Bomba vulkanike shpërthejnë me forcë. Rrymat vdekje prurëse piroklastike vërshojnë me shpejtësi poshtë malit. Burimet e lavës shfaqen sa bukur, aq edhe rrezikshëm. Shkëmbi i shkrir riformëson tokën pas vetës. Mund të shohim se si struktura e brendshme e mundson këtë ngjarje të madhe. Çdo pjesë e vulkanit luan një rol në shpërtim. Peizazhi transformohet në mënyrë themelore nga rrjedha e lavës. Efektet e një shpërtimi të madh mund të ndihen larg nëpër botë, një kujtesë e fuqisë pa besueshme dhe të paqet të planetit tonë. Ndërsa shpërthimi zbehet, cikli i shkatrimit dhe krijimit fillon sërish.